Dorëheqja e Edi Ramës është kushti të gjitha kushteve për t'i hap rrugën zgjidhjes së udhëkryqit më të rrezikshëm në të cilin ndodhet Shqipëria në tërë kohrat e saj. Dorëheqja dhe vetëm dorëheqja e këtij armiku të rrezikshëm të paqes, stabilitetit, qenjes, rendit, sigurisë së shqiptarëve është kushti më themelor për zgjidhjen e kësaj krize që po përpin vendin çdo ditë e më shumë. Edi Rama, për të mbrojtur krimet e tij monstruoze, për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme, po kalon në veprimtari të tjera në asgjësimin e sistemit të drejtësisë, në miratimin e ligjeve, për të mbrojtur veten e tij dhe banden e tij plaçkitëse qeverinë.